Çfarë do ndodh me njerëzit nëse toka ndalon së rrotulluarin në moment? Toka është një objekt shumë i madh dhe megjithëse ne themi që nuk lëviz, ajo lëviz me shpejtësi shumë të madhe. Normalisht ne jemi duke lëviz në këtë moment bashkë me tokën me 1500 km/h. Makina më e shpejtë ecën me 200 km/h, 300 km/h. Ne po ecëm me shpejtësi shumë herë më të madhe se kaq. Dhe nëse me makinë kur ajo përplaset, njerëzit fluturojnë përpara me forcë. Imagjino se sa do mund të fluturojmë neve bashkë me pallatet, pemët, ajri e tjerë, gjithë atmosfera do ecim në drejtim, normalisht drejtimin që kishim nga perëndimi në lindje, me një shpejtësi shumë herë të madhe. Normalisht ne nuk do përplaseshim në fillim me asnjë objekt, sepse do iknim të gjithë. Pallati këtu, neve këtu, pema këtu, të gjithë do ikishim paralel me njëri tjetrin, por më vonë, duke lëviz, duke u spostuar nga sipërfaqja e tokës që do kishte ndaluar toka, duke u përplas, duke u shkatruar, do fillonin të përplasen me të dëmtoheshim më vonë. Normalisht bëhet fjalë për një shpejtësi shumë të madhe. Dhe do ishte katastrofal që toka në fund të kësaj ndalese do ishte sheshur komplet. Po të marrim sikur deti nuk po ngrihet nga vendi, se deti normalisht do kishte dalë me tsunami të paimagjinueshme, por po e marrim detin sikur nuk lëviz, toka do ishte rrafshuar komplet. Nuk do kishte asnjë lloj objekti të rregullt të tokë. Çdo gjë do ishte shkatruar. Ndalimi i tokës është një hipotezë që ndodh vetëm në mendjen e njeriu. Normalisht nëse ne mund themi shumë gjëra. Por realisht toka nuk mund ndaloj. Një trup gjigant i madh si toka nuk mund të frenojë, nuk mund të ndalojë, sepse edhe sikur të ketë një objekt tjetër të krahasueshëm me tokën që të tentojë të ndalojë tokën, ky objekt tjetër do ta shkatrojë tokën përpara se ta ndalonte atë. Toka kur merret në shkallë të madhe është si uji, shumë e hollë se uji, shumë e lëngshme. Dhe normalisht çdo përplasje, çdo goditje do hapi dallg uji në tokë, në gur, si tërmet të mëdha. Dhe normalisht toka do shkatrohej përpara se të frenonte. Domthonë nuk ka asnjë mundësi që tokën ta frenosh, ta ndryshosh, ta spostosh nga orbita, ta lëvizësh, të ndryshosh shpejtësinë, është e vështirë, është e pamundme. Vetëm mundësia është ti ta shkatrosh tokën, ta dëmtosh.